Wabarakatuh, dëgjues dhe shikues të programit ton Kandili Diturisë. Ju urojmë një mirëseardhje në emisionin ton, ku sonte do të bisedojmë si çdo të shtunë me hoqën Bashkim Aliun, por këtë herë do të jetë lidhur me temën që është tash e sotshme, festa e 28 nëntorit. Ju falenderojmë gjithëve për pjesëmarrjen tuaj dhe njëkohësisht para se të fillojmë hoxha i nderuar Bashkim Aliu ligjëratën e tij, të shfrytëzoj rastin t'ju uroj festën e 28 nëntor, pra festa e flamurit gjithë shqiptarëve anën vonë. Dorë Zoti që të kemi vite edhe më të mira në të ardhmen. Atëherë o gjendëruar pa marrur kohë shumë, pra do të fillojsh me temën tonë, roli i xhamive në Mërgat në festën e flamurit. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salatu wa tamu taslim ala al-mabuthi rahmatan lil alamin wa ba'd. Falënderimet dhe lavdrimet e sinqertë të kojnë të madhit të Allah xhalla shanu, përshëndetjet, paqja dhe shpëtimi qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, si dhe gjithë ata të cilët e ndjekin rrugën e tij me sinqeritet deri në ditën e gjykimit. Pra më lejoni që fillimisht ju përshëndes juve dhe gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur në këto momente me përshëndetjen e ngrohtë islame, selamu aleikum, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju, si dhe po ashtu më lejoni që t'ua uroj pra gjithë shqiptarët në katër anët e botës, kudo që janë, edhe festën e 28 nëntorit. Normalisht ky moment aktual na çon, në fakt na shpije në bisedë për festën e 28 nëntorit, por ne do ta trajtojmë këtë çështje jo nga aspekti historik, por nga aspekti i aktualitetit. Në fakt, rolin e xhamive në Mërgatën shqiptare, në Zvicër dhe në vende tjera, në shënimin e kësaj feste të rëndësishme, por jo vetëm kësaj, po ashtu edhe të alfabetit, për shkak se me 28 nëntor ka qenë dita e alfabetit, kështu që është me rëndësi të përmendet se xhamit tona, qendrat tona islame këtu në Mërgat, janë spari vende adhurimi, ibadeti, do të thotë janë të hapura për të gjithë. Dhe roli kyç primar i tyre është të ofrojnë udhëzim për njeriu, pa marrë parasysh cilës etni i takon, çfarë gjuhë flet, cilës race kështu me radhë, për shkak se këto janë vende adhurimi dhe kanë atë qasjen universale. Do të thotë e shohin njeriu si qenie universale, pa marrë parasysh apo pa u ndalur në dallimet racore, gjuhësore, etnike kështu me radhë. Dhe këtë rol normalisht se xhamit fal Zotin e luaj. Dhe xhamit tona këtu në Mërgat, xhamit e themeluara nga shqiptarët, janë vatra të vërteta të ngritjes shpirtërore përmes ligjëratave, përmes programeve tjera edukative, janë shndruar në simbol të udhëzimit dhe këtë meri t'ua njohin edhe në fakt pra edhe organet kompetente këtu në vendet ku jemi, në Zvicër e në vendet tjera, e njohin dhe e vlerësojnë rolin e xhamive në drejtim të ngritjes shpirtërore të njerëzve, udhëzimit të tyre, si dhe kontributit që e japin për largimin e tyre nga dukurit negative. Krahas këtij roli universal dhe të padiskutueshëm, xhamit këtu në Mërgat kanë edhe rol kombëtar dhe integrues po ashtu. Do të thotë se xhamit janë fole të vërteta edhe të shqiptarizmit këtu në Mërgat, sepse aty ka mundësi të dëgjohet gjuha shqipe, të dëgjohet ligjërata në gjuhën shqipe, të bisedohet në gjuhën shqipe, të ndrohen mendime në gjuhën shqipe e kështu me radhë. Edhe fëmijët po ashtu, në xhami kanë mundësi të mësojnë fen në gjuhën shqipe, por edhe libra tjerë
pra edhe gjuhën, edhe alfabetin. Të gjitha këto i mësojnë në xhami, sepse xhamit këtu e kanë edhe këtë rol. Janë pra adresa më e sigurt e ndërtimit edhe fetar, por në të njëjtën kohë edhe kombëtar, edhe të kultivimit të gjuhës shqipe. Xhamit sot janë prijatare dhe shembull i pakontestueshëm i kultivimit të gjuhës shqipe. Aty pra mësohet në shqip, flitet në shqip, ligjërohet në shqip dhe lexohet po ashtu në shqip, dhe në këtë mënyrë falë Zotit pra xhamit janë duke e luajtur këtë rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në bartjen dhe kultivimin e gjuhës shqipe nga njëri brez tek brezi tjetër. Po ashtu, në këtë drejtim, xhamit luajnë edhe një rol të rëndësishëm edhe kur është në pyetje shënimi i festave tona kombëtare. Në këtë rast, ditës së alfabetit, 28 nëntorit, po ashtu edhe të 17 shkurtit ditës së pavarësisë së Kosovës. Në të gjitha xhamit, në sallat e xhamive, sepse kur thuhet këtu xhami në Mërgat, pra, nuk kemi të bëjmë vetëm me atë që ne quajmë faltore, por janë qendra, kanë edhe hapësira tjera. Do të thotë krahas faltores ka edhe kafeteri, shumë xhami kanë restorante të mëdha, kanë salla tjera, hapësira për argëtim të rinjve, ku ka edhe disa lojra sportive që mund të zhvillohen atje kështu me radhë, pra kanë disa hapësira, kështu që në ato hapësira aty zhvillohen edhe këto aktivitete kulturore. Dhe këtu çka bëhet pra? Organizohen manifestime të rëndësishme. Nëse xhamia e ka hapësirën jo shumë të madhe të vogël, si zakonisht organizohen në përsalla jashtë xhamisë, pra në përsalla të qyteteve, ku marrin pjesë me qindra persona dhe aty përgatitet një program adekuat me rastin dhe shënohet festa e flamurit. Ju i shihni edhe nga lajmërimet që bëjnë xhamit, për shembull, ka shumë intelektual nga Shqipëria, nga Kosova, nga Maqedonia e Veriut e kështu me radhë, që thirren që të prezantojnë me ligjëratat e tyre, me këshillat e tyre për këtë festë, trajtohen tema të rëndësishme dhe e gjithë kjo bëhet pra që të mbahet ajo lidhja e Mërgatës me vendlindjen, si dhe të kultivohen këto ndjenja. Para pak kohësh, realisht, pra në muajin nëntor, pra me 16 nëntor, komuniteti musliman shqiptar këtu në Zvicër organizoi një simpozium në këtë drejtim po ashtu, pra dhe me këtë temë, roli i xhamive në mbrojtjen identitetit fetar, kombëtar dhe po ashtu edhe në integrim këtu në Zvicër, në perëndim, në përgjithësi dhe në Zvicër në veçanti, ku morën pjesë studiues, ligjërues me kumtesat e tyre nga të gjitha viset shqiptare, po ashtu edhe nga Europa. Dhe xhamit pra e bëjnë të njëjtën gjë. Tash, siç shihet pra nga lajmërimet që postohen, shihni pra se ka shumë intelektual të shquar që thirren, mbahen konferenca, ligjërata, organizohen programe tjera me interpretim të ilahive, të këngëve në gjuhën shqipe, të poezive, kështu me radhë, dalin fëmijë të cilët e ndjekin mësim besimin në mektebet e xhamive me veshje kombëtare, recitojnë poezi, apo organizojnë edhe pjesë teatrale, pra drama, që të gjitha këto që lidhen me çështjen tonë kombëtare. Që do të thotë se, mund të them, do të thotë se gati nuk ka xhami në muajin nëntor që nuk organizon diçka, pra në ndonjë mënyrë, apo aq sa i ka mundësi dhe sipas rrethanave, për ta shënuar 28 nëntorin, festën e flamurit, si dhe po ashtu edhe festën e alfabetit. Por e them me bindje të plotë se në të gjitha xhamit këtu në Mërgat, do të thotë veçanërisht në Zvicër, ku
frekuentojmë, pra për ku veprojmë ne dhe ku i frekuentojmë më tepër xhamit, ditën e xuma, kur është kjo datë, si zakonisht pra mbahet ligjërat rreth 28 nëntorit, ku tregohet rëndësia e kësaj feste dhe ajo se si ne duhet të qasemi kësaj. Ky rol i xhamive realisht nuk është i ri, nuk mund të themi se është i ri, diçka e tashme. Këtë rol xhamit e kanë pasur gjatë gjithë historisë tek populli ynë. Nëse ne kthehemi për shembull, e analizojmë mbajtjen e lidhjes së Prizrenit, do të shohim se ajo është mbajtur në xhamin Bajrakli. Do të thotë, lidhja e Prizrenit, një nga ndodhit kyçe në historinë e popullit shqiptar, është mbajtur në xhami, nuk është mbajtur në hotel ose në sallë dikundi. Është mbajtur, do të thotë, në xhami. Po ashtu, me 8 janar të vitit 1881, dega e lidhjes shqiptare të Prizrenit në Shkup ka mbajtur një tubim ku i kanë dhënë besë Sulejman Vokshit pikërisht në xhamin e Sultan Muratit. Do të thotë përsëri në xhami. Po ashtu, me 20 korrik të vitit 1908, një tubim tjetër i këtij lloji kombëtar mbahet në xhamin e madhe të Ferizajt, ku po ashtu xhamia ka qenë adresa ku janë organizuar këto mitingje, kështu të themi, këto mbledhime dhe ku është kuvenduar për çështjen kombëtare. Nëse dalim më pas të shohim, do të thotë, edhe në historinë më të re, pra historinë e Kosovës pas rënies së komunizmit, në fakt në atë kohë kur Serbia e pezulloi autonominë e Kosovës që e kishte në kohën e Jugosllavisë dhe ja mori të gjitha ingerencat, xhamit ishin ndër institucionet e rëndësishme që i hapën dyert për studentët dhe nxënësit që t'i zhvillojnë aty mësimet. Do të thotë ai sistemi paralel që u bë, që është i njohur pra në vitet e 90-ta deri në vitin 97, kur plasi edhe lufta armatosur, pra xhamit kanë qenë adresa të rëndësishme të ofrimit të këtyre shërbimeve për studentët edhe nxënësit. Medreseja e Prishtinës, po ashtu ka qenë vatër që i ka grumbulluar apo u ka dhënë, u ka bë konak, u ka lënë hapësirë të gjithë intelektualëve shqiptar që të zhvillojnë aty veprimtari, të organizohen konferenca, tubime, kështu me radhë. Pra, institucionet fetare kanë luajtur këtë rol të rëndësishëm gjatë gjithë historisë. Po nëse dalim tash në anën e shqiptarëve që janë në atë pjesë të trollit shqiptar, që gjendet sot në kufit të shtetit Maqedonisë së Veriut, do të shohim se po ashtu xhamit dhe hoxhallarët kanë qenë në shërbim të çështjes kombëtare. Edhe atë jo shumë lart, do të thotë jo shumë lart në histori, në vitin 1994, kur është bërë faktikisht hapja kur ka filluar me punë Universiteti i Tetovës, kjo ka ndodhur pra në fshatin Poroj të Tetovës, dhe ligjëratat i kanë filluar në mektebin e xhamisë, sepse shteti nuk e ka njohur në atë kohë. Çka është e rëndësishme, kur është rrethu fshati nga policia maqedonase për të intervenuar faktikisht, për të ndalë këtë proces, kanë bë këtë ditën e xuma, me bindje se ditën e xuma musliman, se normalisht Poroj është krejt musliman, falin xhuman edhe janë krejt burrat në xhami. Dhe ata mund të futen edhe nuk ka, do të thotë, kush i ndal. Kuptoni, pra nuk gjejnë rezistencë. Imami i atëhershëm i Porojt, Hafiz Elmazi, zoti e mëshiroft, çka kur e ka marrë vesh, do të thotë se ata e kanë rrethuar fshatin dhe do të intervenojnë, i thotë xhamatit se sot nuk ka faktikisht
gjuma. Sot do të shkojmë ta mbrojmë universitetin dhe studentët. Dhe me gjithë xhamatin kanë dalë në mbrojtje, pra nuk e kanë falë gjuman se e kanë ditë se ata e kanë prit momentin këta kur të futen në gjuma, të falin gjuman, ata do të intervenojnë. Dhe ai me gjithë popullin, pra me gjithë xhamatin kanë dalë dhe e kanë mbrojtë. Pra dhe kjo është një shembull me të vërtet jo i hershëm shumë poshtë i kohës fundit, kur xhamit, mektebet dhe hoxhallarët kanë qenë në shërbim të çështjes kombëtare. Thash se kjo nuk është diçka e re, kjo është e vërtetuar në histori. Pranë Ismail Qemalit, kur e kanë ngritë flamurin, ka qenë edhe Haxhi Vebi Dibra. Atëherë pra që e ka themeluesi i komunitetit musliman shqiptar pas shkëpuqjes nga Osmanlit faktikisht, kur e ka bë pra ka themeluar edhe Bashkinë Islame të Shqipërisë në atë kohë, pasi kanë qenë qarta gjërat faktikisht se ka shkuar çdo ditë e më tepër ka rënja e shtetit Osman. Ai ka qenë pranë Ismail Qemalit në ngritjen e flamurit. Po ashtu edhe shumë hoxhallar tjerë. Mandej kemi edhe kontributin e hoxhallarëve edhe në përpilimin e abetareve, po ashtu edhe të alfabeteve. Tash ka vërtet se disa i kanë përpiluar këto me shkronja arabe, disa me shkronja latine, por me rëndësia fjalët kanë qenë shqip. Do me thonë, fjala ka qenë shqip. Ajo shkronja është forma. Tash ajo ka qenë një pikpamje e atyre, se kanë pa më të arsyeshme ashtu, por me rëndësi është se fjalët shqip, ata edhe shkronjat kur kanë qenë arabe, fjalët kanë qenë në gjuhën shqipe. Tu qëndron rëndësia. Dhe po ashtu disa kanë përpiluar edhe alfabete me shkronja latine që kanë qenë pra hoxhallar. Dhe në këtë drejtim do të thotë hoxhallarët çdo herë gjatë gjithë historisë janë treguar se janë pra kanë qenë në vijën e duhur të mbështetjes të kauzës tonë kombëtare. Dhe tash po ashtu kjo shihet edhe në Mërgat realisht. Spari do të thotë popullata apo mërgjimtarët tanë që kanë ardhur të parët këtu janë treguar shumë të vëmendshëm dhe shumë lartpamës kur kanë themeluar xhami. Pse? Sepse xhamia është institucion. Dhe me themelimin e xhamive, ata kanë treguar se janë njerëz që ndjekin rrugën institucionale dhe i kanë bërë me dije dhe shoqërisë këtu se ne nuk dëshirojmë anarki, ne dëshirojmë një rrugë institucionale dhe kanë themeluar xhami dhe e kanë ditur se xhamia është do të thotë ajo qendër, ajo forcë e cila do t'i edukoj këta, jo vetëm në aspektin fetar, por edhe në aspektin kombëtar realisht. Dhe themelimi i xhamive ka qenë një nga hapat më të qelluar realisht të Mërgatës, sepse atë mallin për atë dheun, për vendlindjen, largimin nga vendlindja janë munduar të kompenzojnë pra me qëndrimin e tyre në xhami, që realisht edhe e ka dhënë efektin e vet. Aty janë takuar, aty kanë qenë hallet, aty fëmijët e tyre kur i kanë marrë familjet pastaj pra se një herë nuk kanë qenë me familje, kanë qenë si individ, kur i kanë marrë familjet, aty familjet e tyre pra janë orientuar, fëmijët e tyre kanë mësuar, gjuhën shqipe e kanë kultivuar e kështu me radhë. Do të thotë në këtë drejtim xhamit në Mërgat e kanë luajtur rolin e rëndësishëm dhe vazhdojnë sot e kësaj dite ta luajnë këtë rol. Dhe nga ajo që shihet pra, shihet se realisht në Mërgat xhamit janë institucionet më aktive. Nëse shihet, nëse analizohet pra në shënimin e datës së 28 nëntorit, për shkak se thash pra, nuk ka xhami që një gjë të tillë nuk bën diçka me rastin e kësaj feste. Normalisht edhe xhamit nuk janë të njëjta, ka më të mëdha, më të vogla, ka që kanë më tepër antar, më pak antar, ka hapësira që kanë më tepër hapësira në disponim, ka që kanë më pak hapësira në disponim, por çdo njëra bën diçka pa marrë parasysh domethënë kushtet e rrethanat
mundohet ta çojë në vend këtë amanet. Dhe kjo tregon faktikisht se xhamit në Perëndim, veçanërisht në Mërgat, pra, janë faktor i rëndësishëm i kultivimit edhe gjuhës shqipe, po edhe në të njëjtën kohë edhe të ndjenjave kombëtare. Dhe askush mos mendoje se xhamit nuk duhet të hapen, se ka edhe të tillë që thonë se çka na duan xhamit. Jo, e para një këtu në Europë do të thotë kjo është e drejtë që e jep vetë shteti. Faktikisht shoqëria këtu do të thosh është prej drejtave themelore, elementare, hapja e institucioneve fetare. Dhe shqiptarët e shfrytëzojnë këtë drejtë. Dhe shteti nuk i sheh këtu xhamit, se xhamit kanë rol pozitiv, nuk i sheh si negative, po i shet kundërta si pozitive. Bile, edhe do studime këtu në Zvicër konkretisht që janë bërë, e kanë vërtetuar se edhe disa persona të cilët janë bashkangjit për shembull, edhe etnisë shqiptare, në luftrat në Siri dhe vende tjera, nuk e kanë gjetur frymëzimin në xhami. Kështu studimet flasin. Nuk e kanë gjetur frymëzimin në xhami, por përmes internetit. Do të thotë se e vërtetojnë kredibilitetin e xhamive në drejtimin e duhur. Dhe xhamit janë realisht pra fortifikata të rëndësishme të dijes, të mbrojtjes së identitetit kombëtar, fetar, por në të njëjtën kohë edhe të integrimit, për shkak se ajo që ofrohet në xhami ofrohet për ta bërë një person qytetar të vyeshëm të atij vendi. Dhe kjo ndikon në integrimin e drejtë të tij pra në shoqëri. Këtë rol realisht xhamit e kanë vërtetuar dhe vazhdojnë me sukses ta luajnë këtu në shoqëri dhe dita ditës marrin lëvdata dhe mbështetje edhe nga institucionet për rolin e tyre konstruktiv. Veçanërisht për shembull në muajin Ramazan, aty pra kur organizohen iftare, thirren edhe përfaqësues nga institucionet në përvendet, në qytetet ku janë, dhe u përgjigjen thirrjeve dhe e vërtetojnë me këtë pra se xhamin e shohin si institucion shumë të rëndësishëm në shoqëri. Unë me kaq do të kisha përfunduar në këtë drejtim për të rumbullaksuar rolin e xhamive në Mërgat dhe shënimin e 28 nëntorit, pra festës së rëndësishme. Është kënaqësi kur i sheh fëmijët shqiptar, djemë dhe vajza, të cilët ndjekin mësim besimin nëpër mektebe, me drasjen e ditës së flamurit, se si e interpretojnë himnin kombëtar, të veshur me veshje kombëtare, si recitojnë vjersha në gjuhën shqipe, e kështu me radhë, pra me të vërtet është një ndjenjë e veçantë, është diçka që meriton në fakt pra respekt dhe vëmendje, për shkak se tregon për punën e imamëve tonë të nderuar dhe xhamatit normalisht shqiptarëve që i kanë themeluar këto xhami në kultivimin e fesë në të njëjtën kohë edhe të ndjenjave kombëtare, edhe të gjuhës shqipe dhe në avansimin e gjuhës shqipe tek brezi i ri, pra e kanë amanet barqen e gjuhës shqipe brez pas brezi, si dhe po ashtu e nxisin edhe ndjekjen e mësimit të gjuhës shqipe në shkollat e gjuhës shqipe që organizohen gjithandaj nëpër Mërgat, si dhe po ashtu xhamit u ofrojnë bile edhe hapësirat e veta shkollës shqipe që t'i shfrytëzoj, por të gjitha xhamit bile edhe i nxisin prindërit që fëmijët e tyre ti dërgojnë në shkollën shqipe për ta mësuar pra gjuhën, që mos humbet gjuha. Unë me kaq do të kisha përfunduar, duke u lënë hapësirën tash juve, nëse eventualisht keni diçka për të parashtruar si ndonjë pjesë ose një bashkëbisedim ose diçka, nëse ju intereson konkretisht diçka në lidhje me organizimet për 28 nëntorin. Mirë, Allah e shpëleft që i nderuar për ligjëratën, pra ju njoftojmë shikues
të ndëruar të emisionet tonë Kandili Diturisë. Ju njoftojmë që prej tash tutje mund t'i bëni të pyetjet e juaja me shkrim, ashtu siç janë të dhënat në ekran aty, mund t'i bëni pyetjet e juaja me shkrim në Facebook tek profili im Shpëtim Sjarina, por gjithashtu mund t'i bëni pyetjet e juaja dhe në kanalin tonë të YouTube-s Shpëtim Sjarina dhe gjithashtu edhe kanalin tjetër të YouTube-s Kandili i Diturisë. Por edhe ata të cilët janë në TikTok tu po na ndjekin live, kushdo prej tyre që dëshiron t'i bëjmë pyetjet e tija me mikrofon, mund të hapi mikrofonin dhe t'ja bëj hoqës nderuar pyetjet. Përndryshe mund të një edhe nëpërmjet WhatsApp-it tim personal, pra është +44 7533 878 mund t'i bëni pyetjet e juaja me telefonat tyre, po edhe me shkrim. Pra, mundësit janë do të në shumë kanale që t'i bëni pyetjet e juaja. Ndërkohë, përderisa nuk kemi ndonjë telefonat, dhe shkojmë me pyetjen e radhës, o që nderuar, cili është roli themelor i xhamisë në mërgatën shqiptare, sidomos në ditë të rëndësishme identitare si festa e flamurit. Ndoshta në pika të shkurta ti e përmendim, mirë po pak më zgjero pak më shumë lidhur me këtë. Po shikoni, do të thotë, unë e përmenda se kur është festa e flamurit, ose eventualisht edhe festa e alfabetit, po ashtu edhe 17 shkurtit, dita e pavarësisë, pra data e pavarësisë së Kosovës, në të gjitha xhamit e Mërgatës flitet për këto festa, më mirë thonë. Qoftë 28 nëntori, qoftë 17 shkurti, qoftë dita e alfabetit. Dhe çka është diçka edhe e veçantë. Si zakonisht një pjesë bukur e mirë e hoxhallarëve, atë ditë kanë edhe veshje kombëtare. Më spaku bile plis vën. Do të thotë nuk e vën shallin, që si zakonisht e mban hoxhallarët atë veshjen e njohur, po kur është dita e 28 nëntorit, po ashtu edhe 17 shkurtit, si zakonisht e vën plisin dhe tema ka të bëje me këtë temë e dersit ose e hutbes, varësisht pra, ka të bëje me rëndësinë e kësaj date. Organizohen pastaj edhe mbrëmje, organizohen edhe manifestime. Do të thotë çdo xhami e bën këtë. Dhe kjo tregon faktikisht se shënimi i këtyre datave nuk kalon pa u theksuar. Dhe kjo vrehet edhe tek popullata, pra tek xhamati. Me të vërtet edhe fëmijët e kuptojnë, edhe ata që vinë në për mektebe, tash nëse ndalemi konkretisht te mektebi në xhami, për shembull, kur është dita e flamurit, mendoj se mësim besimi këtu organizohet o të shtunën o të dielën. Tash nuk do të thotë se çdo herë është bie në këto ditë, por përgjithësi afër kur është, si zakonisht në mektebe me fëmijë që ndjekin mësim besimin zhvillohet ndonjë aktivitet që ka të bëje me aspektin kombëtar, si për shembull u jepen fotografi apo u jepen vizatime që ta ngjirosin flamurin kombëtar, ose ti shkruajnë emrat e disa figurave që u tregohen atij, a i njohin a nuk i njohin, ose mësojnë ndonjë poezi, kuptoni, ose u jepet detyrë shkruajnë diçka rreth këtyre gjërave. Pra zhvillohen aktivitete të ndryshme me qëllim që ti futin në punë, themi, edhe familjet, po edhe fëmijëve t'u bëjnë të qartë se është një ditë e rëndësishme për popullin ton dhe nuk duhet të kaloj ashtu pa u përmendur. Më pak organizohen darka me xhamatin, do të thotë një darkë për flamurin ku mlidhen, bisedojnë, diskutojnë aty, pra se nuk është thjesht vetëm darkë, pa aty diskutohet, zhvillohet pra bisedë, e mbahen ligjërata, e qahen halë kështu me radhë, pra këtë rol e kanë xhamit realisht sot në Mërgat dhe nuk ka xhami që tash nuk bën diçka në lidhje me shënimin e kësaj date, pra kur është festa e flamurit, po ashtu edhe 17 shkurti.
Mirë, do të nëse ka ndonjë për juve në panel të TikTokut që doni të bëni ndonjë pyetje, lësh mund të hapni mikrofonin dhe të bëni pyetje në hoxhës. Apo po shkojmë Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Dhe ishta një pyetje rreth besoj që është e kapshme për temën. A ka ajete kuranore të cilët ka shenja rreth forcimit kombëtar? Po shikoni, e para një herë, ajete kuranore, ajetet që flasin për dashurinë ndaj atë dheut, apo për lidhjen e njeriut me atë dheun, është fakti që Kurani tregon se njeriu është i krijuar prej dheut e jo prej majmunit. Krijimi i njeriut prej dheut, pra njeriu të parë, e lidh njeriu me tokën ku ka lindur. E lidh, do të thotë detyrimisht e lidh, se prej dheut njeriu është i krijuar. S'pari njëra dheu i krejt toka është atë dheu jonë, përgjithësi se jemi prej dheut. Por normalisht aty ku ka lind njeriu, ajo pra luan rolin e vetë përgjithësi. Vetë fakti që njeriu është prej dheut është një tregues dhe e lidh njeriu me dashurinë ndaj vendlindjes edhe ndaj tokës së vet, ku ka lindur ai edhe prindërit e tij, sepse tash një pjesë lindin edhe këtu në mërgim. Është diçka, do të thotë, normale, diçka që rrjedhat e kohës e bëjnë veten. Çështja tjetër është se Allahu xhalleshanu në Kur'anin famlar thotë: Ja ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila. Ne ju ke oju njerëz, ne ju kemi krijuar nga një mashkull dhe një femër dhe ju kemi bërë popull e fise që ta njihni njëri tjetrin. Do të thotë, ndarja e njerëzve në popull dhe në fise ka qenë vullnet i Allahu xhaleshanu. Ai thotë, ne ju kemi bërë, sepse Allahu xhaleshanu ka mund gjithë njerëzit njëti t'i krijon. Mos ketë ndasi të këtilla, dallime të tilla. Por ka qenë urtësia Allahu xhaleshanu. Ai e ka bërë që njerëzit të ndahen në popull e fise dhe kur janë ndarë, kjo pra tregon faktikisht se njeriu ka një ndjenjë të veçantë te populli të vet, por jo që të zhvillohet, jo kjo për të pat urrëqen mes popujve, jo për atë, për thot li ta'arefu, që të njiheni me njëri tjetrin. Pra këtu është ai momenti i universalitetit. Pra njerëzit i takojnë një familje sa Ademit dhe Havas, dhe këto dallime që janë nuk janë për t'i nxitur njerëzit në armiqësi, por janë që njerëzit ta njohin njëri tjetrin, ta njohin kulturën e njëri tjetrit. Kjo është ajo pasuria e qenjes njerëzore. Pra në këtë drejtim është e qartë. Mandej po ashtu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, siç transmetohet apo siç shënohet në librat e historisë, kur është larguar prej Mekës, thuhet pra kur është bë hijret, është ndal, është kthyer dhe thot: O Mekë, toka më e dashur e Allahut dhe vendingja ime, sikur populli im mos të më kishte larguar nga aty, unë kur nuk do të isha larguar. Në fakt kur do të kisha lënë, që tregon pra se edhe dashurinë e tij ndaj vendlindjes. Mirë, atëre dhe shkojmë me një pyetje me shkrim, o që i nderuar. A mund të konsiderohen xhamit në Mërgat si qendra të integrimit pozitiv dhe ruajtjes së vlerave, është fjala për vlera të kombëtare. Si realizohet kjo praktikisht? Shikoni, do të thotë xhamit në Mërgat mund të themi se ka një rol tredimenzional. Edhe atë fetar, kombëtar dhe integrues po ashtu. Kur themi fetar është e qartë, do të thotë edukojnë njerëzit shpirtërisht dhe fetarisht, ua mësojnë fen, ua mësojnë parimet e fesë. Kur themi kombëtarisht, aty mësohet në gjuhën shqipe, bisedohet në gjuhën shqipe, flitet në gjuhën shqipe dhe mbrojnë pra edhe gjuhën. Po ashtu shënohen datat e rëndësishme.
ku mësot edhe historia, edhe fëmijët kanë rastin historinë kombëtare ta mësojnë në xhami, kur janë datat e rëndësishme të historisë sonë kombëtare kështu me radhë. Po ashtu kanë rol edhe integrues. Si? Në fakt, pra, xhamit zhvillojnë edhe shumë aksione për të mirën e shoqërisë këtu. Po edhe mësime që u jepen njerëzve në xhami, në fakt, janë në drejtim të formimit të tyre si qytetar të vyeshëm të atij vendi. Do të thotë, si njerëz që kontribojnë në atë vend. Bile, për shembull, një shpjegim që është bë hadithit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Imani, besimi është 70 disa de. Më e larta është la ilaha illallah dhe më e ulta është largimi i një pengese prej rruge, është shumë i qartë në këtë drejtim, në kontributin shoqëror që japin muslimanët në vendin ku janë. Sepse largimi pengesës prej rrugës, pastrimi mbeturinave, nuk është vetëm në vendet ku ka shumicë muslimane, që në u themi vendet muslimane. Jo, në çdo vend është. Edhe ku musliman që janë pakisë, do të thotë, aty ti ku jeton pra, aty ku zhvillon veprimtarinë tënde, aty ku çdo ditë ballafaqohesh me realitetin, largimi pengesës prej rrugës është pra edhe kjo dëshmi e imanit tënd, një deg prej degëve të imanit. Dhe kjo është drejt për së drejti pra flet për kontributin e xhamive dhe ligjerimit fetar dhe parimeve bazë të fesë islame në integrimin pozitiv të muslimanëve në shoqëritë ku janë. Dhe këtë realisht ata shoqëritë këtu edhe e njohin. Mande mos të flasim, mos të diskutojmë për atë se organizohen tazam në për shumë xhami edhe aksione të dhurimit gjakut, këtu në Perëndim, në Mërgat, konkretisht në Zvicër. Ne kemi organizuar, do të thotë, për spitalet, për nevojtarët. Edhe jo vetëm një xhami, disa xhami. Mandej, shpesh organizohen aksione nga xhamit për pastrimin e vendit, ose si me thonë, do me thonë, lagjës ku është xhamia. Dhe kanë vlerësuar shumë organet e këtushme, i kanë vlerësuar shumë këto iniciativa. Do të thotë tu flet se xhamia drejt për së drejti ndikon dhe ka qasje edhe në integrimin pozitiv të besimtarëve, të muslimanëve në shoqëri, që të tregojnë pra se realisht nuk janë armiq, por janë faktor dhe janë subjekt i rëndësishëm, i cili pra të mirën e do për çdo njeri dhe të keqen e uren për çdo njerin. Pra nuk diskutohet dhe as pak nuk kontestohet roli i xhamive në këtë drejtim. Pastaj mos të flasim më pra për kontributin e hoxhallarëve në nxitjen dhe kultivimin e mirëkuptimit, tolerancës dhe dialogut ndërmjet pjesëtarëve të besimeve të ndryshme, dialogut ndërkulturor, kështu që të gjithë imamët realisht janë të futur këtu në këto projekte dhe kanë rol të rëndësishëm në drejtim të avancimit të dialogut ndërkulturor, mirëkuptimit mes pjesëtarëve të feve të ndryshme dhe nxitjes apo etablimit të kulturës së tolerancës në mes të pjesëtarëve të feve të ndryshme. Faleminderit. Do që edhe shkoj me pyetjen e radhës me shkrim të mund të përdorim parat që kam ruajtur të zakatit me i dhënë për blerjen e xhamisë. Shikoni, kjo është një debat shumë i madh se parat e zakatit a destinohen për xhami apo nuk destinohen për xhami. Do të thotë ka një debat, një polemik të madhe mes dietarëve. Në librat e fikut e kështu me radhë thuhet se zakati nuk jepet për xhami. Kështu thuhet. Mirë po, fetfaja e Këshillit Evropian për fetfa dhe gjurmime është se veçanërisht për realitetin e muslimanëve këtu në Mërgat e kanë lejuar për shkak se këtu nuk është thjesht faltore xhamia. Ka edhe shumë funksione tjera, si dhe pjesë tjera, janë qendra pra, dhe në këtë drejtim ata Këshilli Evropian për fetfa dhe gjurmime pra e ka lejuar
që edhe paratë e zeqatit veçanërisht nëse është ngusht çështja, për shkak se dikundi për shembull ka një numër më të madh të antarëve të xhamisë dhe mund ta mbulojnë harxhimet, po ka raste kur realisht blerja zhagitet apo ka pengesa, kështu që në këtë drejtim fetvaja e Këshillit Evropian për fetva dhe gjurmime është se po, këtu në Mërgat veçanërisht lejohet që të destinohen edhe për qendrat e këtushme islame. Nëse s'ka dikush tjetër pyetje nga paneli, a dëshiron të inkuadrohet, hapni mikrofonin edhe bëni pyetjen, përndryshe do shkojmë me pyetjet e radhës që pravin me shkrim. Keni ndonjë pyetje dikush nga paneli? Jo, në rregull, po shkojmë me pyetjet që kanë ardhur. Tash do të bëjmë disa pyetje hoq lidhur me çështjen e kombit edhe fesë, ose lidhshmërisë. Këto dy pyetje janë kyçe në lidhje në sa i përket kësaj çështjes. A ekziston rreziku që festa kombëtare të shndrohet në diçka që bie në kundërshtim me parimet fetare? Si të ruhet balanci? Shikoni, festa si fest, do të t'i dallojmë gjërat tash. Festa kombëtare nuk mund të jetë në kundërshtim, apo kjo datë e rëndësishme, nuk mund të jetë kundërshtim me fe, nuk ka kundërshtim me fe. Mirë po, mënyra se si organizohet manifestimi, ma mirë thonë, jo festa, po manifestimi për atë fest, se kur themi fest mendojmë datën si datë, 28 nëntorin, a më kupton, ose 17 shkurtin. Kjo nuk ka kurrë këtu çka është në kundërshtim me fen. Mirë po, mënyra se si organizohet manifestimi për shënimin e asaj date, këtu po, mund të ketë, do të thotë mund të vinë në kundërshtim me parimet fetare nëse bën haram aty. Flasim këtu për tash dhe për xhamicën, ne nuk mund të kontrollojmë faktikisht institucionet tjera, ambasadat ose shoqata tjera që nuk janë fetare, ato ne nuk kemi fuqi ti kontrollojmë. Por flas për xhamit janë shumë të kujdesshëm në këtë drejtim, imamët janë shumë të kujdesshëm dhe bën çdo gjë brenda asaj që e lejon feja. Ndërkaq në përgjithësi mundet organizimi të jetë i tillë që ta zëm të ketë alkoole shumë radh që feja kët nuk e lejon në këtë drejtim. Por ne këtu nuk e kemi përfshi atë spektrin tjetër, kështu të them, ose shoqatat, organizatat laike, por ne kemi përfshi këtu organizatat islame, sepse ne nuk kemi fuqi të imponojmë atyre ose të diktojmë se si duhet të organizohet një fest. Këshilla u japim, por nuk kemi fuqi ne ti kushtojmë ose të diktojmë se si duhet të organizojnë një fest. Arsye pse e bëra e zgjodha këtë pyetje nga shkrimet është se ka disa prej të besimtarëve tonë që konsiderojnë çdo gjë që është jashtë islamit e konsiderojnë atë si kufër, edhe mendojnë që edhe festimi i kësaj feste, përderisa në Islam kemi vetëm 2 festa, atëherë nëse festojmë edhe këtë e konsiderojnë si shirk. Atëherë si do t'i kishë përgjigjur? Shikoni, kjo mund të thotë vetëm dikush nga padituria. Këto fjalë, spari fjalët shirk e kufër, duhet shumë me kujdes të përdoret. Sepse ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shkojnë në qiell dhe kthehen prap. Nëse nuk është ai person i tillë që dikush e etiketon, i kthehen atij tjetrit. Ati që e ka thonë. Unë mendoj se kjo është punë e paditurisë, e xehlit tamam në çështjet fetare. Ai që i njeh çështjet fetare nuk mund të thotë gjëra të tilla. Mandaj çështja se në fen islamin e i kemi 2 festa. Po, është e vërtet, por i kemi në islam fetare, jo kombëtare. Nuk ndalon feja ti të kesh festa kombëtare, për shembull. Ajo që janë 2 festa janë Fitr Bajrami edhe Kurban Bajrami. Po, por këto kanë të bëjnë me fen, kjo nuk ka të bëje me fen. Ndërkaq njerëzit që kanë identitetin e vet fetar, por e kanë edhe tjetrin kombëtare dhe shoqërore kështu me radhë. Edhe në vendet arabe, për shembull, ti e ke ditën nacionale të vendit. Arabia Saudite e shënon atë.
Më kupton? Çdo vend e ka dhe ku është logjika e kundërshtimit këtu? Absolutisht nuk ka. Shikoni, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh herë ka shkuar në Uhud. Se ka thënë kjo mi kujton momentin e luftës, edhe ato që i kemi humba të vëllezër këtu, do të që kanë ra në Uhud në mbrojtje të Kauzës. Ka dalë shpesh herë te Vareza, që do të thotë ajo datë, ajo ditë, ajo ndodhi, do të thotë ai e ka rikujtuar vazhdimisht atë, nuk është se e ka lënë anash. Kuptoni? Tamam, nuk e ka festu, por e ka rikujtu, ka shkuar vazhdimisht aty dhe ka po luçe. Kjo duhet t'i dallojmë gjërat. Festa, këto janë festa kombëtare. Ndërkaq dy festat Bajramet pra janë festa fetare dhe nuk duhet të ngatrohen gjërat në këtë drejtim. Dhe dikush thotë se shirk e kufër, kësaj fjalësh, to me të vërtetë është kulmi i xehlit, ai nuk e di as kufër çka është as shirk çka është. Mirë, kemi ndonjë pyetje nga paneli këtu, njëri dëshiroj që të bëjë një pyetje. Po shpëtim. Deshta ta pis hoxhën nëse një parti krijin urdhën sikur duhet, a shpërblehet nga feja, shembull apo çfarë shpuna? Nëse nuk përmendet fare feja, e krijin urdhrin 100% sikur duhet. Çdo parti apo çdo kombi jep të drejtën. Partia ka për qëllim. E ke fjallën për parti politike, apo si? Shembull kryetari i partisë e krijin urdhrin e tij, pa përmendur fare feja. Tash çka bën, shembull, çka thot feja, shpërblehet apo a ka të drejtë me u përzi feja nëse partia e krijin urdhrin 100% sikur duhet në shërbim të popullit. Shikoni, hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është i qartë në këtë drejtim. Innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen bazë të qëllimeve. Çfarë ka pasur ai për qëllim? Tash, nëse ai me këtë e ka pasur për qëllim me të vërtet ta çojë në vend urdhrin e Zotit, atëherë merr shpërblim, edhe pse nuk e përmend fe. Pa marrë parasysh se nuk e përmend. Por punon për të mirën e popullit, thotë se kjo unë kam obligime dhe Zoti do të marrën përgjegjësi, kryetar komunë ose kryetar parti ose kryetar i parlamentit ose ministër dhe mundohet që të punojë për të mirën e popullit. Normalisht se te Zoti e ka në bazë në jetën që e ka pas, e ka edhe shpërblimin. Por nëse ai nuk e ka për qëllim Zotin, mirë po punën e bën, meritën do ta merr prej atyre për të cilën e bën atë punë. Normalisht ata e vlerësojnë, pra populli do ta vlerësojë me votë edhe me lavde të cilat do t'ja thonë. Ndërkaq nëse me të vërtet në vetën e vet ai niyetin e ka që të arrijë edhe kënaqësinë e Zotit, edhe pse kët nuk e shpreh, nuk e tregon haptazi, te Allahu xhaleshanu e ka shpërblimin për shkak se qartë është hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, innamal a'malu binniyat. Veprat vlerësohen sipas qëllimit, me çfarë qëllimi e bën njeriu pra një veprim të tillë. Këtë ka thonë bash është me rëndësi ta shpjegojmë se kur është bë hijreti tash, dy personat njëjtin veprim e kanë bë, të ditë kanë bë hijret, janë shpërmbulur prej Mekës në Medinë. Mirë po, njëri ka bërë hijret se Zoti këtë ja ka kërkuar, shikoni, veprimi i njëjtë bëhet. Mirë po, njëri qëllimin e ka pas të arrijë kënaqësinë e Zotit, tjetri e ka bërë se ka dash të martohet me një femër, e ajo ka bërë hijret ki për ta marrë atë edhe ki ka bërë hijret. Kuptoni pra? Në këtë rast nuk ka shpërblim se ki nuk ka bërë për Zotin, por e ka bërë për një motiv tjetër. Mbase veprimi është i njëjtë i bërë. Si veprim në aspektin teknik, të dy që janë shpërvulur, por njëri qëllimin e ka pas të arrijë kënaqësinë e Zotit, ky tjetri ta marrë atë femrën edhe është shpërbli, e ka marrë atë. Kjo vlen edhe në rastin konkret për këtë. Mirë, në të shkojmë me pyetjen e radhës, sot që për shpesh thuhet se shqiptarët janë dhe popull me harmoni ndërfetare. Si mund të ruajmë këtë vlerë në diasporë përmes aktiviteteve të xhamive? Po, realisht pra xhamit kontribojnë edhe e promovojnë
çështjen e tolerancës, jo vetëm te shqiptarët, por me të gjithë pjesëtarët e feve tjera. Dhe kjo është nga ajo se ne i thirrim në për takimet tona, edhe priftat, edhe pjesëtarët e besimeve tjera, i thirrim në për xhamit tona, vinë na vizitojnë, kur është muaj Ramazan, në për iftari i thirrim ata. Ka xhami që kur bën për shembull një iftar të përgjithshëm edhe fqinjt e xhamis i thirr. Se normalisht janë në përlagje xhamit, kështu që i thirr fqinjt, pa marrë parasysh cilit besim i takon fqinjit. Pra kur xhamit këtë e bëjnë me pjesëtarët e besimeve tjera, atëherë do të thotë çka mund të thuhet për shqiptarët të cilët u takojnë besimeve tjera, pra nuk i takojnë besimi islam. Këtë xhamit e bëjnë edhe janë mjaft të suksesshme në këtë drejtim, kanë të vënë pra marrëdhënie. Për shembull, komuniteti musliman shqiptar në Zvicër, këtu që i përfaqëson xhamit shqiptare, është në raporte të mira me të gjithë përfaqësuesit e bashkësive fetare, përfshi edhe shqiptarët, pra që u takojnë besimeve tjera. Do të thotë xhamit në këtë drejtim bëjnë hapa konkret me projekte konkrete, me aksione konkrete që të tregojnë pra se me të vërtet toleranca është një vlerë që duhet të kultivohet. Do shkojmë edhe me dy pyetjet e fundit, ojtruar lidhur me këtë temë dhe pastaj gradualisht do ta mbyllim. Thotë çfarë fenomenesh negative shfaqen shpesh në komunitetet tonë gjatë festimeve kombëtare dhe si mund t'i korrigjojmë ato? Po shikoni tash mbaret krejt ku bëhet kjo. Tazam kur bëhet në salla, ati mund ketë realisht edhe jo koncentrim për shembull, apo eventualisht edhe mjetet lojës të cilat ndoshta edhe nuk i kanë hije një organizimi të tillë. Ndërkaq kur janë në objekte më të mbyllura pak, në vetë lokalet e xhamis, aty pra janë më të kontrolluara dhe realisht aty janë edhe më mirë të organizuara. Por në përgjithësi, manifestimet që organizohen nga xhamit, mund të themi pra se pak mund të gjejmë vërejtje që mund të bëhet, mbase normalisht çdo herë ka vend për këshilla, për kritika, për përmirësime kështu me radhë. Por pasi ne nuk jemi në çdo organizim, nuk mund ta përgjithësojmë tash, ajo duhet të ndiqen organizimet e çdo xhamie, për shembull që të mund të thuash se i kemi vrejt këto mangësi apo këto dobësi apo këto dukuri negativ. Unë mund të flas tash për xhamin tim ose ku kam marr pjesë dikundi, po në përgjithësi mund të them se janë pra në nivelin e duhur dhe nuk kemi vrejtje serioze në këtë drejtim. Dhe pyetja, nëse ka edhe dikush në një për juve në panel, përndryshe do shkojmë me pyetjen e fundit. Po, shpëtim nëse ka mundësi edhe një me qenë se nuk dëshirojmë aq shumë edhe hoxhën ta lodhemi. Hoxhë nderuar, nëse bëhet të shembull votimi për hir të familjes, një personit, një krijetarit, dhe nëse ai nuk e krin atë urdhrin në vend, atë të shkojnë edhe mëkatet të votuesit? Aha, jo, votuesit nuk shkojnë mëkatet të votuesit, sepse votuesi i ka dhënë një vlerësim atij, ka dhënë mendim përmes votës dhe për mendimin ty nuk shkon mëkati te Zoti, sepse mbas fjalëve që ka dhënë Tazam ajo lista ose ajo parti se unë do ta bëj këtë, ti mbas saj e ke vlerësuar ata edhe ja ke dhënë votën. Mbas fjalëve që ka thënë, kupton? Dhe tash nëse ai devijon prej asaj, ti nuk ke mëkat për këtë gjë se ti nuk e ke në dorë atë. Ajo dihet. Pra nuk ke mëkat, nuk shkon mëkati tek ti, është përgjegjësia tek ai. Bile ai e mban edhe përgjegjësinë tuaj, ai edhe mëkatet tuaja në fakt i mban. Ju nuk keni mëkat për atë. Hoxhë ndrohen, lidhur me këtë pyetje, nëse bën veç ta zgjerojmë vetëm edhe pak. Kemi edhe pak minuta. Sa përket atë votimit dhe sistemit, në mënyrën me cilën bën votimet, a janë kufër këto sipas Islamit? Jo, votimi nuk ka kufër. Këto janë fjalë të papjekura, fjalë që flasin me të vërtetë për mosnjohje të gjërave. Votimi çka është? Votimi është një lloj
dëshmie, një lloj vlerësimi që ti e jep për atë person që ti udhëheqet disa punë. Shikoni këndej, çka kufri ai ka të bëje me rrugët, ka të bëje me ekonominë, ka të bëje me financat, ka të bëje me bujqësinë, ka të bëje me tregtinë, ka të bëje me shumë gjëra. Nuk mund në atë formë ti ta bllokojmë jetën tash ne nuk votojmë askënd. Ajo kërkohet angazhim, kërkohet punë, kërkohet puna e rrymës, puna e ujit, krejt këto janë të lidhura me këtë çështje. Do të thotë, nuk është votim ashtu si mendon dikush kufër, ta lëshojë fjalën pa e ditë kuptimin e vërtet të asaj. Votimi është vlerësim. Unë vlerësoj se ky person meriton t'i udhëheqë këto procese. Në bazë të rrethanave ku jemi, ne nuk mundim të ndryshojmë rrethanat. Kuptoni? Edhe Jusufi alayhis salam ndodhi ku ishte atje kur i tha mbretit, cakton ministër. Ai nuk ishin ata musliman. Ai nuk ishte se krejt ishin të një fejës të vërtet. Pas edhe ai nuk mund thuhet se ka mund të ndryshojë këtë gjëra. Krahas asaj, ai e dha kontributin e vet. Shikoni pra, se tha unë jam kompetent për këtë çështje. Dhe e dha kontributin aq sa mundi në ato resore ku ju lan aty në kompetenca. Pra nuk është ajo. Atëherë do të shkojmë me pyetjen e fundit për këtë. A shen ndonjë rrezik në mërgat që po të prek identitetin fetar apo dhe atë kombëtar të shqiptarëve, apo që po e rrezikon identitetin tonë? Po shikoni tash, çështja e identitetit është një nocion shumë i gjerë që përfshin disa aspekte, por unë do të them një aspekt për shembull të identitetit gjuhës, po. Ta zëmë se çdo herë më tepër tek gjeneratat e reja kemi dobësim ta zëmë të gjuhës shqipe. Dhe ky është një element, një fenomen që vërehet. Dhe nuk janë ta zëmë brezi i 4, nuk është i brezi i 3 dhe brezi i 2. Kupton se mos flasim për brezin e parë, ata nuk diskutohet. Por gjuha shqipe pra tek këto breza sa vin e më tutje shkon pra duke u dobësuar. Dhe ky është një prej rrezikeve të humbjes gjuhës, edhe si rezultat i kërkesave të jetës, ofertave atraktive prej tjerëve, nevojave jetësore që ndoshta më tepër i lidhin me anglishten, me gjermanishten këtu, se sa të zomat me gjuhën shqipe. Këtu është obligimi dhe i vendeve tona. Faktikisht, Republikës Shqipërisë, Republikës Kosovës, në rend të parë, mos flasim për Maqedoni se është një realitet tjetër, që të bëjnë gjëra atraktive, që ti tërheqin të rit e mërgatës për ta mësuar gjuhën shqipe. Do me thonë, të ketë programe, oferta që do të jenë tërheqse për ata që edhe ajo të ndikojë në mësimin e gjuhës shqipe, ose eventualisht hapin mundësi biznesi që edhe përmes biznesit që do ta bëjnë në vendlindje, të jetë ajo një shkak për mësimin e gjuhës. Ky është një nga elementet për shembull që e shoh si rrezik realisht për humbje. Aspekte tjera tash ka normalisht interneti e bën veten, edhe në kuptim pozitiv, por edhe në kuptim negativ realisht, në kuptim ideologjik, ka shumë dikon me ide negative, disa prej të cilave u përmendën edhe gjatë këtij bashkëbisedimi, pra që realisht nuk merren prej të xhamit, por merren realisht prej ligjëruesve në internet të pa jo kredibil dhe jo të informuar si duhet dhe jo të njohur me normat islame në mënyrën e drejtë. Atëherë, ju falenderojmë dhe kjo do të jetë me kaq për sonte sa i përket ligjëratës së Hoxhës ndërruar që mbajti lidhur me rolin e xhamive në mërgatën shqiptare, në festën e ditës së flamurit. Atëherë, Hoxha ju shpërbleft për punën që ndat për neve. Ju urojmë një mbrëmje të këndshme të gjithë juve dhe mirëpafshim në emisionin e radhës që do të jetë në javën e ardhshme për natën e mirë. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam për ju dhe gjithë vëllezërit e motrat që janë duke na ndjekur.